Një investigim i plot i masakrës së 7 Gushtit 2009, ku mbetën të vrarë 4 oficerë të policisë shqiptare dhe një qytetar i pafajshëm. Emisioni Xhungël sjell të plot dhe me detaje se Dritan Dajti u ndodha atë ditë në vendin ku ndodhi masakra më e rëndë e policisë shqiptare në 2 dekadat e fundit. Kush është personazhi anonim i cilësuar si i katërti, që mbeti enigm edhe pas hetimit të policisë dhe prokurorisë? Pse emri i tij nuk u publikua kurrë dhe si humbi gjurmët nga kjo ngjarje prej sabotimit të hetimeve nga policia? Ku shkoi çanta me 150.000 euro që ndodhej në makinën e Dajtit dhe kujt do t'ia dorëzonte atë ditë? Për çfarë motivesh skuadra e operacioneve speciale vendosi të vepronte pa ndihmën e Reneas dhe pse përdori automatik dhe pistoleta të paregjistruara në inventarin e policisë? Kanë kaluar më shumë se 4 vite nga kjo ngjarje tragjike dhe drejtësia jo vetëm që nuk ka ndëshkuar fajtorët, por as ka mundur të zbulojë të vërtetën e asaj që ka ndodhur. Xhungël të hënën në orën 21.